Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e sotshëm. Unë jam Aleksandra dhe do jem prezantuesja juaj për sot. Sot do flasim për një temë e cila prek shumë qytetarë, që ka lidhje me menaxhimin e mbetjeve urbane, specifikisht në qytetin e Lezhës. Çfarë ndodh vallë me këto mbetje, pasi ato grumbullohen? Ku hidhen dhe sa politika riciklimi ndiqen? Këtu do të hedhim dritë mbi këtë ide dhe mbi këtë problem, do të flasim me ekspert të fushës dhe do të informojmë, shpresojmë që t'ju informojmë edhe juve sa më shumë në lidhje me këtë temë, sepse në fund të ditës mjedisi është diçka shumë e rëndësishme në jetën sonë. Këtu jam me zotin Fatjon Varthaj, gëzohem që ju takoj, shumë faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Nëse mundet zotëria, lutem prezanto veten. Po, faleminderit juve për ftesën. Jam i nderuar që jam pjesë e një diskutimi të tillë, i cili ka një rëndësi të veçantë për menaxhimi i mbetjeve prek jetën e çdo secilit prej nesh. Unë quhem Fatjon Varthaj, jetoj në ishull Lezhë, kam jetuar prej 13 vitesh në Greqi. Pasi jam kthyer nga Greqia, kam vendosur që të vazhdoj edhe studimet dhe sot jam në prag të diplomimit për master shkencor gjeografi regionale, po ashtu jam i certifikuar edhe si udhëheqës turistik. Dhe kjo pjesa e mbetjeve përveç se është pjesë e gjeografisë, pjesë e asaj që unë kam studiuar, prek shumë edhe pjesën e turizmit, sepse nëse kemi mos menaxhim të duhur të mbetjeve, do të jetë direkt në sytë edhe turizmëve. Po normalisht edhe në syrin e vendasve, sepse në funditës jemi persona që jetojmë në këtë mjedis apo jo. Ne përveç se shohim edhe e vuajmë, e përjetojmë. Është diçka një smundje, diçka që i marrim direkt nga mbetjet. Atëherë, vazhdojmë me pyetjen e parë që kemi përgatitur. Zoti Fatjon, si mendoni se menaxhojnë mbetjen në qytetin e Lezhës? Shumë përgjithshëm, Unë mendoj se janë mundu të banë disa investime duke shpërnda kosha në gjithë terrenin e territorit në bashkisë, por ama ka shumë për të shruar, sepse koshat në shumë vende janë edhe akoma të frijullave të vjetra, pak a pak. Shumë raste kam pa edhe në qytet që mbi koshat të mbushura me meteorina kam pa edhe qenë, që po hanë mbi koshat edhe tjerë që po hanë edhe nga poshtë. Pra, ka shumë për të rregulluar në pjesën e menaxhimit të saktë të mbetjeve. Okej, në rregull. Atëherë, do t'ju informoj për një projekt, cilën ka marrë qendra parinore që është hapur në qytetin e Lezhës, qendra rinore Hana. Ka pa marrë një projekt pilot, në të cilin është bërë një kërkesë bashkisë për të vendosur disa koshat në të cilën ndahen mbetjet. Ky projekt ka vazhduar për disa kohë dhe në fund të projektit është parë se sa ka pasur diferencim mes mbetjeve dhe ka dalë një rezultat goxha i mirë, për të thënë, rreth 60% e mbetjeve ishin ricikluar si duhet, ama bashkia nuk është se ka marrë si iniciativë për ta përfshirë në modele. Çfarë tregoi ky projekt pilot i Hanës për potencialin e ndarjes së mbetjeve? Unë mendoj se nismja për ndarjen e mbetjeve në lloje të ndryshme, në përkosha të ndryshme, është një nismë shumë e mirë, sepse unë besoj se shqiptarët janë një popull shumë i zgjuar, nuk janë ai populli i 97-s ku njerëzit ishin pa informuar, nuk dinin se çfarë ishte ndotja, çfarë ishin mbetjet, por sot unë mendoj se një pjesë shumë e vogël mund të mos kenë lëvizur në Europë dhe kanë pasur si menaxhohen dhe si duhet menaxhohen mbetjet. Dhe jam i bindur se nëse shqiptarët të gjenden përballë një faktit që mbetjet do të ndahen, një numër i konsiderueshëm, besoj një numër shumë i madh do t'i bashkojnë kësaj nismet dhe sipas projektit të qendrës Hana ka dëshmuar se ka qenë diku 60%. Po, që kanë qenë diferencuar, po. Pra për një kohë të shkurtër. Nëse kjo do të vazhdonte një kohë të gjatë, besoj se do të kishte rezultate të tjera. Do të tregoj një shembull të vogël. Në Shkodër, kur vendosen semaforët në fillim, njerëzit duke mos qenë mësuar me semaforët, shkonin dhe kur u niste semaforit që njerëzit mos futeshin, ato futeshin. Dhe mbeshin mes rrugës. Por në qoftë se sot ti shkon në Shkodër,
të si ma fort I shef gjithë në rrallë, asnjëherë nuk e shef që futet. Pra e njëjta gjë do të Do ndodhe që edhe me pjesën e metjesh. Metjeve. Por edhe në qoftë se ka njerëz që akoma nuk duan të bashkohen kësaj nismesh, normalisht në gjithë Evropën ekzistojnë edhe ligjet. Po, shumë e vërtet. Pse sipas jush nuk e përdori bashkia këtë model në kontratat mjedisore që mund të ishin implementuar në qytet? Tashi ne duhet të hamendësojmë se nuk jemi pjesë e bashkisë dhe nuk e dim fiks, por një është se këta mbetjet ta I marrin nga lesha dhe shkojnë I çojnë tek landfilli në si quhet kjo mbushat. Landfilli I Boshatit, qasma për t'i ricikluar. Qëllimi I tyre ishte diku te 50% që riciklohen, por arritën të riciklojnë vetëm 0.1%. Pra kjo bëri që dështoi kjo pjesa e riciklimit, atëherë bashkia ka marrë vendimin që këto mbetje jo të riciklohen, por të gruposen. Sigurisht gruposja e këtyre meteorinave nuk është një zgjidhje afatgjatë, nuk është një zgjidhje e qëndrueshme. Është një zgjidhje e cila I merr meteorinat nga një zonë për të mos u ndotur dhe shkon dhe ndot një zonë tjetër. Pra atje ndotet mjedisi toka, sepse ato mbetje duan kohë gjatë për të shkrirë nga toka, nuk është se shkrirë në moment. Edhe ndotet masanej edhe ajri, duke ndotur ajri ndotet edhe gjithë mjedisi, ujërat dhe gjithë jeta e shoqërisë. Pra duhet ndërtohet se s'ban një landfill I cili do mundet të ricikloj 100% të mbetjeve, që edhe këto mbetje të kthehen në produktet përdorshme përsëri, por edhe të kursejmë edhe resurse, sepse të ndryshme është të marrësh një produkt për ta ricikluar dhe ta kthesh përsëri në gjendje përdorshme dhe ndryshe të kërkosh produktin nga toka ta marrësh dhe ta nxjerrësh si produkt. Pra kërkon më shumë energji, kërkon më shumë resurse. Pra kjo është pak a shumë si shpërdorim I resurseve, nëse ne I marrim, I prodhojmë, pastaj I gruposim. Është e vërtetë. Duke parë gjendje në zonën e Lezhës, edhe duke krahasuar qendrën e qytetit me zonat përreth, duke parë që në qendër, ka një sasi të konsiderueshme koshash, por në zonat përreth, në përfshatra, nuk është se ka, edhe është vështirë edhe pjesa grumbullimit, jo më e riciklimit. Çfarë komenti ke për pjesën që riciklimi është pothuajse 0 në zonat përreth Lezhës? Pjesa e riciklimit është me të vërtet problem, sepse ti marrësh meteorinat dhe ti hedhish në kanal apo ti djegësh në atmosferë, sigurisht që do të ndodhet I gjithë sistemi ku ne jetojmë. Pra, kemi 4 sisteme, që është litosfera, që përben tokën, hidrosfera që përben gjithë ujërat, sipërfaqësor dhe nëntoksor, kemi atmosferën që është pjesa mbështjellëse e tokës dhe pastaj kemi biosferën. Por këto funksionojnë si zinxhir. Në qoftë se dëmtohet njëri nga këta sisteme, të dëmtohet I gjithë sistemi. Pra në qoftë se ne I djegim meteorinat në ajër, grimcat e ajrit që janë ndoç kalojnë në ajër, po ata nuk rrinë ajër. Në momentin që do të ketë rreshtë do bien në tokë. Ndotet toka, ndotet ujri, ndotet bima, peshku, ndotemi edhe biosfera që jemi gjithë jeta, që është vetë njerëzit, vetë kafshët, shpendet dhe gjithë shka. Pastaj në ishull Lezhë, në breg kanalit, qytetarët për mungesë të koshave, shkonin dhe hidhnin meteorinat gjitha në kanal. Nga kanali, aty shumë afër mundësisht është edhe burimi I hidroborëve, I cili burimi që furnizon gjithë shëngjinin me ujë, ku edhe ajo rrecikohet ndodhet nga këto mbetje. Pastaj edhe mbetjet që bien në kanal. Ata dekompozohen, mund të marrin forma të ndryshme në ujë, pastaj gjithë ky ujë I ndotën shkon tek hidrovort. Te hidrovort nuk është se kemi ne
impiant filtrimit të ujrave të zeza dhe të gjitha përfundojnë pastaj edhe në lagunë. Duke ndodhur kështu lagunën, nëpërmjet shkembimit të baticës dhe zbaticës kalon edhe në det, duke ndodhur kështu dhe vjen bregdetare. Pra i gjithë sistemi vjen ndodhet me qoftë se nuk menaxhohet mirë. Kërkesa jonë ka qenë në drejt bashkisë që të vendosin koshat, të vendoset një tabel që njerëzit mos hedhin meteorina në kanal, por edhe të merren ata meteorina që janë hedhur tashmë aty në kanal. Përgjigjja nuk është se ka qenë as pak e mirë, ka qenë njerëzit kanë hedhur, njerëzit le t'i marrin, por njerëzit në fakt po të ishin aq të ndërgjegjshëm nuk do i hedhin fare aty. Në fillim, po. Por përveç kësaj pat një nismë të mirë sepse koshat i vendosen. Në fakt janë vendosur di kosha. Por përsëri është e pamjaftueshme, shpesh herë të kosha janë plot. Mbetjet vazhdojnë mbeten atje në kanal. Nuk është vendosur tabel orientuese që mos, domethënë urdhërore që mos të hidhen më atë meteorina. Dhe njerëzit përsëri sa të mushet koshi dhe s'kan ku i hedhin me karrocë dorë drejt në kanal. Pra përsëri mbetet kanali kosh meteorinash. Është e vërtetë. Mendon që qytetarët do ishin të gatshëm që t'i ndanin meteorinat që në shtëpitë e tyre, nëse do kishin informacionin edhe burimet e nevojshme? Po, mundet të funksionoj, pavarësisht se kjo është një zhvillim shumë i madh, nëse do bëhet kështu, sepse kjo funksionon në Francë, ku atje ekziston riciklimi, sepse nëse ne i vazhdojmë i ndaj meteorinat dhe shkojnë e grumbullohen përsëri të landfillit dhe gruposen, atëherë s'ka në kuptim edhe nëse i ndajmë kot. Në Francë funksionon kështu. Çdo ditë kanë orarin kur mund të hedhin mbetje të ndryshme, qofshin plastike, qofshin qeramike apo të tjera. Dhe në qoftë se një qytetar apo një banor ditën që ka me hedh plastikën, shkon e hedh dhe shishen, ati kalon punojësi i bashkisë i cili mbledh meteorinat, shikon se janë të pandara, ja lën meteorinat e tij. Atëherë qytetari është i detyruar të marrë meteorinat, të bajë ndarjen dhe pastaj të presë ditën tjetër kur të vijë me hedh atë mbetjen. Pra është një zhvillim i madh. Por në qoftë se ne kemi me vërtet një landfill i cili bën riciklimin, ne mund vazhdojmë të ndjekim një shembull pak më të thjeshtë, siç është shembulli në Greqi apo në Spanjë, ku janë të vendosur 5 kosha me lloj të ndryshëm të koshave, të stompuar se çfarë do hedhin në gjithë secilin kosh. Do të jenë me kapak të mbyllur. Do të kenë një hapësirë në Spanjë kam pa që ishte me gomin, ku fuçë dorën dhe hedhëshe meteorinat brenda, që ti mund të kalosh aty, por nuk dëgjon as në një lloj ere të keq nga koshat. Çfarë roli mendon se mund të luajë media që të ushtrojë presion drejt disa institucioneve që ndoshta nuk është se kryejnë detyrën e tyre fikse si duhet, duke parë se sa i gjerë është ky si problem? Mediat luajnë një rol të rëndësishëm në opinionin dhe informimin e qytetarëve. Pra mediat mund të bëjnë publike keq menaxhimin e mbetjeve. Mund të japin zënë çdo qytetarit i cili është kundra keq menaxhimit ose është më shumë në përmirësimin e këtij menaxhimi. Pra, nëse kemi qytetarë që dalin dhe thonë se bashkia i hedh meteorinat në kanal, ose bashkia i djeg meteorinat në breg kanalit, siç kemi shumë qytetarë nga lagja Skënderbej, që na kanë informuar se bashkia kanë pa domethënë makinat e bashkisë që po hedh meteorinat në breg Drinit, edhe pastaj ndar kanë shku përsëri punojës të bashkisë dhe i kanë ndjekur. Pra na kanë shkuar me foto të punojësve. Dhe nëse media nuk i jep rëndësi dhe nuk e bën lajm, atëherë edhe media e humbet funksionin e vet, nuk e informues, po.
Që supozohet i drejtoje qytetarët në momente më dysheje ose problematike. Patjetër. Ka ndikim shumë të madh në shëndetin edhe mjedisin e qytetarëve. Fakti që mbetjet nuk ndahen. Ka shumë ka, sepse po gjithçka është e lidhur me riciklimin. Nëse nuk riciklohet edhe ndarja, e humbet edhe atë kuptimin. Pra, duhet që s'ban të krijohet landfilli. Pastaj duhet të vazhdojmë edhe me ndarjen, se thash edhe në fillim, nëse ne i ndajmë në përkosha, vjen po e njëjta makinë dhe i shkakton gjitha meteorinat të njëjtën makinë, pa i ndarë, atëherë s'ka kuptim edhe ndarja. Po ndoshta nuk është nevoja fiks vetëm për një landfill, ndoshta duhet një qendër fikse për riciklimin, ku të bëhet ripërdorimi materialeve që mund dërgohen. Po, normalisht, riciklimi që t'i kthej mbetjet në gjendje të përdorshme, duhet të ndërtohet. Po, ka koste të madhe, nuk e dim, mbase punojësit e shtetit e kanë pa me prioritet disa gjëra tjera se sa pjesën e menaxhimit të mbetjeve. Edhe pse është goxha problem. Është problem dhe unë mendoj se ata duhet ta shohin edhe si problem të tyre, se ndotja, smundjet që vijnë nga ndotja nuk është se prek këtë mua dhe ty. Prek gjithë shoqërinë, prek edhe ata vetë, prek fëmijët e tyre dhe familjen e tyre. Pra, këtë nisëm për riciklimin e mbetjeve dhe sigurimin e jetës së njeriut nga mbetja, është që nisme për të mbrojtur veten e tyre dhe familjen e tyre. Po Lezhë në krahasim me qytetet e tjera të Shqipërisë, mendon që ka ndoshta pak përparësi ose anë të mira lidhje me menaxhimin e mbetjeve, ndoshta krahasuar me qytetet e tjera, kam fjalën. Në fakt, qyteti që njoh më shumë është Shkodra, sepse atje jam në prag diplomimit, po nuk ka se shoh ndonjë dallim të madh. E njëjta gjë funksionon si këtu, po edhe atje. Ke të drejtë. Çfarë mesazhi ke për institucionet publike, qytetarë edhe të rinj që duan një Lezhë më të pastër? Po. Institucionet duhet të jenë me të përgjegjshme, të japin rëndësi të veçantë menaxhimit të mbetjeve, dhe sepse edhe qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm, edhe nëse dim se nuk kemi vend riciklimit, përsëri mbetjet nuk duhet të hedhin nëpër kanale, por duhet të hedhin te koshi dhe pastaj le të mbetet përgjegjësia bashkisë ku i çon, e din ajo se çfarë bën me ta. Sepse ka shumë edhe qytetarë që e konsiderojnë jo me rëndësi të madhe nëse e pi një birra diçka edhe hedhin tokë, një aty s'ka rëndësi se ku hedhin, pi duhanin e cigare, ty hecej cigare është, s'ka rëndësi e hedhin, po një aty një unë mund bëhen me mirë dhe është problem. Prandaj njerëzit duhet të ndërgjegjësohen dhe të shkojnë aty ku është pika grumullimit. Ndërsa për sa i përket të rive, të ri duhet të bëjnë një zë i fortë për të çuar këto probleme përpara dhe të ngrinë zërin për këto probleme. Dhe sigurisht që të rit kur shohim diçka tillë mos të heshtin dhe të bëhen pale diçka e të keqe, por të reagojnë fort, sepse gjithë bashku mund ta ndryshojmë, mund ta rregullojmë këtë problem, se njëti vetëm nuk bëhet kjo punë. Shumë faleminderit zotëri. Faleminderit tuaj. Atëherë, kjo ishte fundi i podcastit të sotshëm. Ju sikur e dalluat përgjegjësia për të pasur një qytet sa më të pastër dhe për të menaxhuar mbetjet nuk është përgjegjësi vetëm e institucioneve, por edhe e qytetarëve vetë. Pasi në fund Lezhë mund të ketë potencialin për të qenë një qytet ndoshta edhe më i pastër se të tjerët, por kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit të qytetarëve sërish, por pastaj edhe të organeve kompetente. Nëse ju pëlqeu ky podcast, ju lutem ndajeni me miqtë dhe familjarët dhe u mira takofshim herën tjetër.